Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live intim, në fakt do të sillim një konflikt që ka ndodhur mes një çifti që kanë shkuar fatkeqësisht në divorc. Në datën 1 tetor, në live me mua ka hyrë një baba me emrin Marcel Balla, i cili ka treguar marrëdhënien jo fort të mirë me bashkëshorten e tij, si kishte zbuluar tradhtin, divorcin dhe mbi të gjitha ky baba pretendoi se nuk kishte asnjë kontakti me dy fëmijët e tij të vegjël. Për gjithë ju që nuk e keni ndjekur dot atë video, unë dua të shkëpuz disa momente, një klip të shkurtër kur Marcel Balla ka qenë me mua live dhe rikthehemi sërish bashkë. Edhe thash këtu ka i gjë, se të lash fëmijën, të lash burrin. Edhe e futën punë, se që thash, zonja filloi njohjet jashtëmartësore. I vërtetuar, kapër në telefonin e zonjës video, të dërguara nudo dikujt tjetër. Ky nuk di të mbaj tema, diçka të tillë, më shpyt si pëlqente kjo, si pëlqente ajo. Kërkonte gjithmonë në luks. Kërkonte dhe duke ditur gjën. E dëgjua Marcel Ballën, i cili çfarë tha për bashkëshorten e tij që donte një jetë luksi dhe mbi të gjitha tregoi tradhtin që ai kishte kapur matë në dhomën e gjumit. Këtë video e ka parë Trëndafilja, ish bashkëshortja e cila është prekur teksa ka dëgjuar bashkëshorti që kanë hyrë një lum akuzash. Ajo kërkon të hyjë në live dhe t'i kthej përgjigje babait të dy fëmijëve të saj, kështu që unë hap dritare dhe ftoj më një herë zonjën Trëndafile. Trëndafile, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje dhe. Unë jam shumë e sigurt që ti në 1 tetor, kur në live me Odetën ka hyrë ish bashkëshorti juaj, e ke parë të gjitha atë video, ke reaguar dhe më the që nuk jam ndjer mirë. Po. Por çfarë ka ndodhur? Unë dua të dëgjoj dhe zërin tuaj. Po, nuk jam ndjer mirë sepse nuk e kuptoj se çfarë ish bashkëshorti im kërkon me uli mua dhe kërkon akoma të më përmendi mua, ai s'ka fare të drejtë as më përmendi mua dhe aq më tepër në rrjetet sociale por në media, sepse unë punët me ata i kam mbyllur dhe mua ai njeri nuk më intereson. Ai i bën të gjitha këta, më saktë i bën nëna ati dhe motret e ati. Bashkë me partnerin e ati që si kishte cilësuar fare. Në fakt, File, E më ka vrar, kur ka thënë, shpirtërisht jetë luksi. Një njeri jetë luksi. Çfarë është jetë luksi? Duke punuar vetë, jetë luksi ai po bën tani, që po ja bën partneri i atij, që po ja monton jetën e luksit. Sepse ai është niveli i zero i një mashkulli që nuk di as ta respektoj femrën që ka gra. Sot ai mbahet nga femra, nga partneri i atij, se niveli ekonomik i atij është zero. Është zero, dhe te din shumë mirë njerëzit që ne na njohin. E dashur Trëndafile, gjatë kohës që Marceli ka qenë live me mua, ka treguar gjithë historinë e jetës së tij, që kur është njohur me ju dhe deri momentin kur sipas tij ai ju kapi mat duke dërguar foto dikujt tjetër dhe ju e kishit tradhtuar dhe ky ishte shkaku i ndarjes sipas Marcelit. Shkaku i ndarjes është se ai ka lidhur jetë re. Ai ka gruan e tij 45 vjeçare, mos më shumë një gjë e tillë. Është një zonë nga Berati që jeton në Angli. Ka vajzat e saj, ka fëmijë, nuk e më saktë ish ka një vajzë, ka 2, ka 3, nuk e di. Në Itali kur ai shkon dhe takon, ai nuk është larguar në emigrim. Siç e ka cilësuar ai shkova të punoj. Ai nuk shkoi të punoj. Ai shkoi se jetoi me këtë gruan. Si je njohur ti me Marcelin? Me Marcelin unë e njoh në 10 orë të 2015-s dhe ky ishte ndarë nga kjo gruaja, siç më tha, se kjo tha që gruaja mua tha nuk më donte mamin, nuk më donte vllajin, më dilte nga dritarja, më trahtonte. Kjo vajza nga Elbasani kishte akoma kur unë thash aty i ke mbyllur punët me këtë vajzën? Pra, kur ti e ke njohur Marcelin, ai ka qenë në ndarje, le të themi, me një vajzë tjetër. Kishte 2 muaj, ai në shtator. Tha që e nda sepse ai në shtator kishte bërë një aksident. Po. Unë ja njoh në dhjetor. Po, kishte në saktë ka një vlla invalid. Sot e kësaj dita ai vlla invalid është në burgun e Tjerit. Po, e ka dhunuar Marceli me shufër hekri.
dhe nëna e tij e denoncuan dhe e futën në burg të tjerë në 13 korrik, në 13 shkurt 2024. Po. Ai nuk ngjon dhe nuk flet dhe më vjen keq për atë që ai është sot e kësaj dite në burg, ose shpresoj që sot e kësaj dite duhet të dilte, duhet të dalë, ka një gjyq për të dalë. Në sakt, unë këtë e dija nivelin ekonomik të atij dhe nuk jem ajo femër që donte luks apo pretendon luks. Se të pretendosh luks nuk e merr e para këtë lloj njeriu ku ishte ekonomia e tij zero. Ai ishte me borxhe kur e ka marrur unë këtë njeri. Me kredi që i paguan me anë të pensionit të ish-kunatit, të tip pension invalidi. Edhe jo pretendoja luks, siç e ka deklaruar, sepse e din që gjithë që unë kam punuar në atë shtëpi. Kur ai s'ka pasur as bukë të hante. As bukë të hante dhe e pranova ashtu siç ishte. E qartë. E rëndësishme është njeriu dhe më çuditi fakti që këto lloj njerëz unë e pash që këta donin vetëm para, në mënyrë që ky do bënte operacion dhe kërkonte borxh dhe më thonte mua që merr edhe nga njerëzit tuaj. Po unë normal që s'pranova. Dhe to më dhjenë një lek borxh tek kushërit apo tek të afrit e tyre që kishin kohë që vetëm i merrnin lek borxh dhe nuk ja kthenin. Çdo lek që ka marrë ato njerëzit nuk ja kanë kthyer. E dashur File, ti u dashurove me të dhe pse e dije që ai nuk ishte një gjendje të mirë ekonomike dhe u bëre nusja e asaj shtëpie. Si vazhdoi jetesa jote me Marcelin? Ne ishim mirë, që çdo familje nuk ka lidhje, akoma dhe më mirë ishim ne kur nuk ishim prezent vjerrën. Kjo ish vjerra shkonte do ta cilësojnë ish vjerrë sepse nuk di si ti tras. Ti tras Pize apo Melaize, se ka dy emra. Po e cilësoj ish vjerrë. Kjo shkonte në Itali tek vajza e saj dhe ndërkohë kur shkonte tek vajza e saj ishim shumë mirë. Vajza e saj është ndarë dhe ishim mirë. Tani si çdo familje shqiptare nuk ka probleme, se çdo familje ka probleme të veta. Është normale. Po. Po kjo e donte shumë këtë çunin ta kishte mas vetes. Dhe gjithmonë u krenonte që çuni im nuk bën gjë pa mua, çuni im i legat për mua, çuni im nuk më lë kur vetëm, ndërkohë sot e kësaj dite ajo është vetëm. Se çuni është në Itali. Babai i fëmijëve që pretendon fëmijët është në Itali. Ai kur s'ka qenë në emigrim. Ka qenë në emigrim, po në këto 3 mujosh shkonte ke kjo motra, ku ka takuar këtë partneren e re, të grua 47 vjeçare, dhe ky nuk donte të shkonte ke kjo motra, sepse kjo motra i merrte qira, e bezdiste, i merrte mësonte gjithmonë që kjo do lek nga unë, e pagunte qiran. E kuptoj. Shpin puste lek. Të mdafile, ti po më tregon që ne kemi qenë shumë mirë pa vjerrën. Pse? Çfarë ndodhi mes teje dhe ish vjerrës tënde? Që ishte ajo shkaktarja që le të themi ndezi konfliktet në familjen tuaj? Nuk mund të quaj ndezje konflikti, po ajo stimulonte, e kishte të në vëzhgim. Unë nuk mund të bleja një gjë në pazar, një gjë të re, se ajo do varte të rritë. Ajo e ka thënë me krenari që unë nuk blej robe të përdorur apo gjëra të përdorura, se unë i blej të reja. Ndërsa unë, si nuse e re, blej të përdorura. A dhe as nuk bleja, se ky nuk ishte dhe unë normal që nuk kërkoja gjëra, se fundja fare rode ka plot. Si ka qenë? Si ka qenë? Ne na mjaftonte, unë isha e kënaqur me ish burrin tim, isha e kënaqur dhe kur dinin pinin një kafe, vjera do na vinte mbrapa. Nga njëherë vinte, nga njëherë s'vinte. Mua më kënaqte vetëm një shëtitje që mund ta bëj me ish burrin tim, ose me burrin atë kohë. Ndërsa sot, ky ish burrin bëhet luksi. Nga niveli zero si që ai, sot ai ka bërë pushime luksoze në familje. Ndërmi. Familja e tij sot, shtëpia e tij me avlli, me porta, me derë brenda 24 orëve, ka thënë që e mban partnerja, pensionin e fëmijëve të mi e hedh partnerja e tij që rrin Angli.
Në Anglisë, Itali, Shqipëri e bën vajtë e ardhje kjo. Do ndalemi dhe aty e dashur Trëndafile, patjetër do të pyes dhe për këtë pjesë, por si ka qenë marrëdhënia jote me burrin? Në çfarë ndodhi? Pse ju shkuat në divorc? Divorc, si mund të shkojnë të gjitha çiftet, përderisa donte ndarjen ja dhash. Divorcin ja dhash. Nuk këmbula, nuk doja pak të prishe familjen. Bilet ato ka një video, e ka bërë motra atit, një video kur unë kam djalin një mush, kur ai u kthy nga Italia. Po. Edhe nuk marrë që më lutaj që mos e prishtin familjen, se unë djalin një mush e kisha, ku do... Se këtë dramë, se kjo drama që më ka ndodhur fëmijëve të mi, këtë familje ka pësuar. Kjo ka shkuar, sepse të njëjtën gjë ka bërë dhe babai i tij. Kto janë fëmijë të dy bashkëve. Në emigrimin e parë që ne kemi bërë na ka marrë vëllai im në Itali, sepse dihesh ekonomia dhe për të më ndihmuar vëllai im na mori në Itali të dy. E qartë. Kjo nuk donte, kjo ish vjera. Kjo donte nëse s'bën shkonte vetëm te goca e kësaj. Goca e kësaj, vllai nuk i të një ndimes. Thjesht e ndihmonte normal si vlla, por me qërat këto i merrte. Te vllai im na ndihmoi, na mbajti pa qëra për të ndihmuar motrën e tij. Të ndry pak, pse kjo marrëdhënie jo fort e mirë mes teje dhe vjerrës? Pse ajo sillej kështu me ty? Ajo kishte vetëm këtë qëllim që çuni për mamin bën gjithçka. Sidomos për këtë djalë. Ka qenë e lidhur shumë me Marselin dhe xhelozonte ndaj nusës së tij, ndaj teje. Jo vetëm mua, edhe nusën e parë, kjo thotë që e kam përzënur. Se kjo nusja e parë, sipas kësaj, i thonte kësaj fjalën që një fjalë, nuk e di. Nuk më donte mua, donte të ndante nga mami dhe nga vëllai, njëjtin gjë si tha ai për mua. Por që nuk më donte, më tha që nuk më donte mua dhe vëllain. Mamin dhe vëllain. Po, kështu është shprehur Marseli. Atëherë, kur nuk e don mamin dhe vëllain, dash vitin e parë, jo vitin e 8. Siç është ndarë me nusën e tij parë. Edhe me nusën e parë, tha që nuk donte mamin, nuk donte vëllain. Në momentin që ti po tregon që vjera asaherë ka ndryrë në marrëdhënie mes teje dhe Marselit dhe në një farë mënyrë ka qenë ajo shkaktarja e ndarjes mes ju të dyve. Ti vetë me Marselin atko nuk diskutoje që nëna juaj po e tepron, ndoshta për shkak të xhelozisë po e tepronte? Mjafton të ketë mamin ai. Mjafton të ketë mamin dhe i ka të gjitha. Edhe me këtë nusën që ky ka marrë, këtë gruan, se mund të ta quaj nusë, sepse ajo është nusë. Kjo ish vjera ime ka shumë liverdime se kjo e ka majtë me lek. Kjo ish vjera që thot jam bërë ka kancer, ka këtë smundjen e kancerit, ish nusje ka futur lek që është bërë kjo operacion. Hera parë që këta nuk kanë kërkuar borxhe tek njerëzit. Mirë, kjo është jeta e re e Marselit që ka nisur dhe ndoshta Marseli nuk e kemi momentalisht në këtë live dhe nuk... Ashtë më bërë qefti, mu s'dua t'ja di fara as për jetën e tij se çka ka nisur, po thjesht çfarë ka me mua, çfarë do nga unë. Divorcin unë ja kam dhënë. Por ai më intereson fare se çka bën ai në jetën. Jo vetëm këtë grua, po i let marrë dhe ja 10 gram bas kësaj. Mua nuk më intereson jeta e tij. Në fakt, ajo që u lidh sot bashkë janë fëmijët. Sigurisht, fëmijët që keni sjellë të dy së bashku në jetë. Trëndafile, ai ka deklaruar se keni qenë ju shkaktarja e ndarjes. Marseli ka thënë tekstualisht, unë punoja në Itali, ndërsa Trëndafilja kërkonte jetë luksi dhe filloi të më tradhtonte. Madje tregon që unë kam arritur ta zbuloj këtë gjë. Prandaj unë po të pyes dhe ty, çfarë ka ndodhur, si erdhi ndarja, se ti po tregon të kundërtën, që ka qenë Marseli ai që të ka tradhuar ty. Marseli nuk ka shkuar në Itali, unë po ta them. Hera parë që ka shkuar në Itali ka qenë 2016 dhe 2023. Po pse, ku qëndronte ai kur ikte nga shtëpia? Ai ka thënë vija në emigrim, punoja. Jo, të gjithë njerëzit e din këtu ishte, Argat. Po, kemi punuar dhe bashkë Argat, kam punuar edhe 7 nane me vajzën Argate, sepse s'kisha të haja, sepse s'kisha shtëpi, duhet i plotoshin kushtet më parë vjerrës, se sa do të kisha unë si nuse e po si gocë e re. Unë asnjëherë nuk kisha
në gjatë gjithë kësaj periudhe, unë nuk pretendoj dhe nuk më pëlqejnë këto fjalë të thuash jetë luksit, se kjo është edhe jetë luksit, ne nuk bosh një pushime si çift. Siç ka bërë ai këtë vitin 2023. 2023-2024. Por në 2022, kur isha unë në punë, ku kam punuar, po, dhe nuk më merrte ai nga puna mua, se ka përmendur fjalën që doja të shkoja ta merrja unë. Jo. Ai biznes është në bizneset më të mira dhe më korrekte. E mundson vetë transportin, me orare. Trëndafile, transportin e punëtorëve, ai biznes e ka vetë. Është biznesi më i mirë dhe më i përmendur në rrethin tonë. E dashur Trëndafile, pse ai ta kërkoi divorcin? Atëherë, divorci mund do ta shpjegoj me detaje. Ka ikur në Itali në 2023 në shkurt, e mbaj mend dhe datën, ka qenë 24 shkurt dhe e kam përcjell vetë. Më ka thënë do iki tek shoku im në Palermo. Ma thanë e priste motra me partnerin e re. Ai në Itali ka vetëm një motër nga nëna dhe një motër nga babai, po ajo nga babai është shumë larg. Pra, ti po tregon se kur ai u nis drejt Italisë për të punuar, ka shkuar te partnerja e re që kishte gjetur. Ai me këtë partnerin e tij kishte lidhje kohë më parë nëpërmjet një faqe në rrjet social Facebook, që ky e menaxhonte partnerin e tij dhe më ka thënë që e kam njohur nëpërmjet kësaj adrese në shkurt të 2023-shit, unë kam qenë pak ditë tek njerëzit e mi dhe Marceli i ka kërkuar 50.000 lekë borxh një nusë të kushëririt, se i kishte thënë që dua 50.000 lekë borxh se kam njohur një grua nga Berati. Do ta çoj në hotel. Ndërkohë ishte i martuar me ty? Po, unë kam qenë shtazane me djalin, 7 muaj e gjys. Po. Unë nuk doja që ai tikte në Itali. Aq më tepër në muajt e fundit ku unë do lindja djalin. Ti e kishe zbuluar? Do ikit të kurdo? Ti e kishe zbuluar në atë kohë që ai të tradhtonte apo e mësove kur u ndave? Jo, do them realitetin. E kuptova pak se ai vinte vonë dhe bisedat që bënte vjera im ish vjera tek tepi kasollës baktive me gocën e vet në Itali që thonë unë e di pse do vi filani, këto gjërat i bën mamaja e tij dhe motrat e tij. Po kanë gjetur këtë siç e kanë gjetur me kohë, që i shkon brapa. E dashur, po një fëmijë, po babai kanë. E dashur Trëndafile, ajo që po unë kuptoj me këto që ti po deklaron ditën e sotme është që Marcelit ka kërkuar divorcin se ishte dashuruar me një tjetër grua. Po. Kur punoja unë, Marceli e priste me padurim atë rrugën e muajit. E priste me padurim. Dhe atë shpërblime që ishte në fund vit, që ishte biznesi, ai në zje priste dhe ai pi atiton. Po mua si femër ai, unë punova vetë dhe nuk zova asë një gjë vetë si femër, që punoja unë. Ta që unë jam bërë dhe operacion me gjirin, dhe ai si burrin, si bashkëshorti im, dhe unë vetë që punoja, sa gjej lekë njerëzit e tu, sa se unë s'kam lekë. Dhe në operacionin nga ka paguar vllai im. Ti nuk e qenë lumtur me atë burr, këtë po tregon. Jo, unë do isha, unë kam qenë lumtur si grici, edhe mund të isha e lumtur, nuk e ti pse do. Asaj familje, ati dhe asaj mamas atit, shoqyshi e erdhi një grua me lekë, se kjo ka ardhur me lekë, që i mban këta. Ne dy tjerët ishim pa lekë. Marceli ka ky nuk është jashtë ta mbajt femrën e vet. Ky edhe një motor që kur e ka marrë të për burr ka pasur vetëm një gomar. Po ky filloi me marr pak veten që bleu një motor dhe motorin ja ka bler burri motrës time i ka dhënë lekë. Këta vetëm kërkonin lekë tek njerëzit. Edhe motra e tij nga babai, po mos i jepte lekë kësaj familje, mamaja e tij do ta ofendonte atë motrën nga babai i tij se ishte bia një gruaje, mama po thaj se duhet të përmend emrin. E dashur Trëndafile,
E dashur trëndafile, Marceli ka treguar se kur ka ardhur nga Italia të kishte kërkuar që ti të largoheshe dhe ai të kërkoj divorcin. Pra ka qenë ai që ta ka kërkuar divorcin. Çfarë ka ndodhur në atë moment? Po, ardhur në 24 maj. Po. Ky i mbante kontaktet me mua kështu, shikonte për fëmijë, për djel, të mjafton që ja fliste mama e ditë çdo gjë që kishte partneri i tyre. Po, të gjitha. I dinte. Shumë mirë do që i dinte, se nuk dua as me e fare me atë zonjën. As zonjë nuk e ka emrin ajo, po ish vjera. Se një zonjë, një grua, një nen që ka futur djalin e saj të invalid në burgut, pales që ka mund t'i bëj bijeve të botës. Ka ardhur, ka fletur, mamaja e tij ka hapur krevatin, divanin. Po. Pra, atë natë, ai nuk fleti me ty, nuk erdhi në dhomën e gjumit, por shkoi në dhomën tjetër. Po, i hapi mamaja krevatin dhe motra. Ai nuk ka 2 motra në Itali. Si që cilësoj ai që tha motrët, i ka bler rrobat motrat. Nuk i ka bler rrobat motrat. Ka ardhur vetëm rrobe për gocën nga Italia, i ka bler partnerja e tij, i ka sjell nga Anglia, jo nga Italia. Nuk ka motra, ai vetëm një motrë ka në Itali. I qartë, por çfarë ndodhi atë natë? Mund të ma tregosh? Po patjetër. Dhe që cilësoj që u griste rrobe. Dhe i kam grisur vajzës time një fustan, që i kishte bler ajo gruaja. Dhe ky çon foto, fustanin ja vesh vajzës, ja çon foto dhe ja çon asaj. Ky si baba, fëmijës vet, po kishte vetëm djalë, nuk kishte vetëm vajzë. Të vi babai nga imigracioni, të mos i siri asgjë djali, por vetëm vajzën, sepse ky mua djalin ma kishte huar. Ju ka kam treguar dhe mesazh. Gruas aktuale të tij i kishte thënë që kam vetëm vajzë, nuk kam djalë. Apo vajzë, çfarë mund të ishte një bebe tjetër. Pra, fëmijën e dytë ti po tregon që Marceli e ka mohuar, që nuk është fëmia e tij. Nuk i kishte treguar që unë isha shtazane apo priste një fëmijë. Jo që nuk ishte fëmia e kuptova. Lexojte i kam parë tek mesazhet, aty jam bazuar, nuk jam bazuar se kur më ka ardhur mua këtë më marrë tek njerëzit e mi, ka thënë që po shkoj të marr maman e gocës. Ndërkohë unë isha stazane 8 muajshe, po prisja djalin, sepse e kisha parë çfarë kisha. I thash, çfarë ke sjell djalin nga Italia ti si na erdhi në emigrim? Tha, nuk ishte dyqane për fëmijë në Itali. Atje tha nuk ishte dyqane për fëmijë. I thot, edhe unë e thot. Aty kuptova çdo gjë. Donte divorc, sa kam hap divorcin shumë mirë. Se kishte hap divorcin dhe unë divorcin ja kam dhënë. Se unë kam kundërshtuar divorcin. Po. Robët nuk ja kam grisur si shtonte, po këto janë dënjeshtë dhe mamasë e tij. E dashur trëndafile, ndalemi pak këtu. Pra, ai erdhi nga Italia të kërkoi divorcin dhe ti pranove të divorcoheshe sepse e kuptua që i kishte ardhur fundi kësaj marrëdhënie, kësaj martese. Ju më vonë u pajisët me urdhër mbrojtje. Pse? Nga kush je dhunuar ti që u pajise me urdhër mbrojtje? Nga vetë ai. Çfarë ju ka qenë data 28 qershor. Po, çfarë ndodhi? Në 28 qershor, ky me maman e tij shkon në pinë kafe tek një lokal, Divjaka Resort në Divjak. Të kuptoj qartë, në momentin që ju nisë procesin e divorcit, ti vazhdoi të jetoje në të njëjtën shtëpi. Po nuk e dija unë akoma, ai me vërtet kishte thënë që e kam hapur procesin e divorcit, po nuk është mund edhe ta besoje, më kupton, si ta them. Por saktisht me letrën por nuk isha. Ti trëndafile shpresoj që ai nuk mund ta bënte divorcin, edhe pse zbulove gjithçka që ai kishte një tjetër partnere? Unë nuk doja ta shkatërroja familjen. Pra ti nuk e ke kërkuar kur divorcin, edhe pse e dije që ai kishte një tjetër grua në jetën e vet. Më mbrapa i kam parë fotot. Më kupton, se ato nuk do ta hiqeshin skenjë të gruan. Por ai në mision nuk e hodhi skenë.
Jo, mua nuk më ka treguar Marceli. E vërtet, kur ka qenë live me mua nuk më ka treguar që ka një tjetër partnere, por është jeta e tij dhe nuk dua ta paragjykoj. Po, patjetër. Në momentin që nisi procesi i divorcit, ti jetove në të njëjtën shtëpi se s'kishe ku të shkoje me 2 fëmijë dhe kjo është më së normale. Pse u pajise me urdhën mbrojtje, më them, më ka rrahur Marceli. Çfarë ndodhi atë ditë? Kam pasur djalin smur. Po. U smur si çdo bebe. Kur më smur djali, ky ka qenë në Vlorë, me pushime me këtë gruan. Po. Aty është marrë vesh që ky kishte grua tjetër, nga njerëzit, jo nga unë e dija. Kjo ishte vjera, nuk donte që ta ndante djalin nga pushimet, se hera pa që pa pushime ky lloj njeriu, se nuk s'ka bërë ne pushime ky. Se s'ka pasur, është normale. Ekonomia ka qenë e dobët. Po. Ti s'ke punë me mua, thash ish vjerës. Nuk i kam thënë, ja kam cituar, unë fjalët që unë them unë dhe i pranoj dhe i them prapë. I kam thënë mos guxo të dalësh e të më vish mbrapa ku do të çoj djalin tim të smur, sepse djali kishte 3 ditë dhe ajo nuk i interesoi fare për fëmin tim, po i interesoi që djali t'i bënte pushime në Vlorë. Vlorë ka qenë. Me pajisin e urdhit mbrojtjes që e kam denoncuar, jo kam dërguar videon si unë e kam fituar atë urdhën mbrojtje dhe nuk e quaj fitore. Të ndaloj pak. Dua që këtë video ta jap në këto momente që ta ndjekim të gjithë. Kush janë ata? Kush janë ata? Që filmante ma ka punë të Mos ma luqune mua, mos ma prek. Mos ma prek, s'ke tur tjere, s'ke tur. Po bjera mora grua në shpi. A e pranove ke 3 ditë ati, bjera mora shpi, pse se bije. Apo ti para ajo mrapa, edhe që hapë si këte, edhe hapë si këte, s'ko vërë me hiqë, që s'bli menja. Të bëj grapën, mëj. Se s'mjesh një t'i plasë të që. Ma më zgërdi mu, mëj. Në Turin. Mos më zgërdi mu, mëj. Kam 2 vjetë e një. Mos më zgërdi, mëj. Kam 2 vjetë. Mos më zgërdi mu. Mos më zgërdi mu, mëj. Se do marri policin të një. Dhe da marri? Mos më zgërdi mu. Trëndafile, pra Marceli, ty atë ditë pas ka gjuajtur. Po, kam pasur dhe djalin në krah, duke e shtyrë nëna vetë. Në fakt, u shokova kur e dëgjova këtë video, fjalët dhe fjalorin që ka përdorur Marceli, dhe në atë video dëgjohet qartë dhe momenti kur ai godet ndaj jush. Po, ka ofenduar motrat e mia, vëllezërit e mi dhe gjithë njerëzit e mi. Çfarë ndodhi pas atij momenti? Ti u pajise me urdhën mbrojtje, por vendose të qëndroje sërish në atë shtëpi dhe të mos ikje. Derisa u detyrua Marceli të ikte nga shtëpia. Odeta, të lutem. Ai me atë video që është paraqitur gjykatës, ai duhet ishte burgut. Por unë nuk e futa në burgut, dhe për këtë jam penduar shumë, që unë atë njeri e lash lirë, që ai sot po bën këta gjëra. I ka cilësuar gjykatësia, më ka thënë çfarë do të bësh. I kam thënë nuk e fus në burgut, nuk ka problem, e kam bërë për hir të fëmijëve, që mos më thonë nesër fëmijët që ti e futë babin në burgut, që fëmijët e mi mos e shihnin babain e tyre pas hekurave. E dashur Trëndafile, unë e kuptoj që pas ke bërë një jetë shumë të vështirë dhe vazhdon të kesh probleme me babain e fëmijëve, por një gjë duhet ta harrosh që ai është babai 2 fëmijëve të tu, sepse Marceli Prandaj se futa në burg, se është babai i fëmijëve të mi. Unë e dashur Trëndafile, dua të them që Marceli kur hyri në live me Odetën, tregoi që ka një dashuri shumë të madhe për fëmijët, përpos që
me ty ka mbyllur gjithçka, por je ti ajo që po pengon sot takimin e babait me fëmijët. Kjo është një nga gënjeshtrat më të mëdha dhe më të bukura që di vetëm ai dhe njeriu t'i bëj. Se njerëzit kur e kanë parë ai fëmijë i ka takuar. Dhe i takon. Dhe i ka mbajtur dhe mua mi ka mohuar dhe s'mi kanë bjerë as në telefon, as në mesazhe, por aq më tepër ai gjatë takimeve që ai ka bërë, ai ma ka kërkuar lek për ilaçet e fëmijëve, sepse fëmijët, ndërkohë kur ishin tek babai, u smunin dhe ai më kërkon mua se më thot kur më thjesht vetëm dua lek të ilaçeve dhe nuk më nxjerr në telefon. Për një muaj rresht, fëmijët e mi as nuk i pash me sy, as në telefon, as foto, as të dihet se si janë. Më ka habitur ish Vjera kur ka thënë që nuk ma lejon vajzën. Po. Kështu është shprehur. Unë të kam dërguar një video kur ajo e dhunon në mënyrën nga një gjyshe kundrejt mbesës është katastrofë. Ajo shtiret se kur i don fëmijët e mi, po ajo nuk don fëmijët e vet, jo më fëmijët e mi. Dhe nuk i ka mbajtur gjyshja fëmijët që është kujdesur, jo, është kujdesur gruaja e babait. Shumë mirë ka bërë ajo, është kujdesur për fëmijët e burrit. Pse ja ka mohuar nusës ajo që thotë që jam kujdesur dhe ai ka thënë që kujdeset mamaja ime. Jo, është kujdes gruaja e tij. Kam bërë pushime në Vlorë, në Divjak, në familje dhe fëmijët i kanë marrë me vete. I di gjitha unë, dhe me video më kanë ardhur. Dhe videon ju kam dërguar që bëj shëtitje me fëmijët e mi dhe ajo nuk është gjyshje, por është partneri e babait dhe shumë mirë. Nuk ka një gjë të keqe. Dhe më vjen mirë që flet shu dhe shumë mirë që pas ka qelluar një, le të themi, njerëk e mirë që i do fëmijët e tu. Ish Vjera të më thot mua, ti shfa ajo fjalinë e fundit, unë atë zonja, atë grua, unë nuk e kam prekur me dorë dhe këtë ja kam lënë zotin. Më të menat shkurt, në ka qua në gjykatën, në ka qua në gjykatë duke thënë që unë kam prova, kur ajo më ka dhunuar, kam prova nga kamerat, kam prova këtu, asë në gjë nuk i ka vërtetuar gjykatës, për kundër dhe ajo të vjen mbrapa. Unë jo kam tërtuar çfarë ka bërë ajo lloj njeriu, ajo lloj femre. I lash zotin dhe zoti ja mori akun kur ajo denoncoi vetë djalin e saj. Sot invalid, më vjen shumë keq për atë që ai sot e ka në burgut. Mua të më lënë rehat. Mësuese, edukatore, Marceli, bashkë me mamane shkonin dhe i takonin. E ndjedhin vajzën edhe e çonin në dyqane, i blenin gjëra të shtrejta dhe i takonte vajzën ai dhe në shkollë. Që tha që unë e kam ndaluar, unë e kam kërcënuar, kush jam unë të kërcënoj unë? Stafin pedagogjik të shkollës, absolutisht. Dhe në institucion shtetëror, aq më tepër shkollë, nuk lejohet të nxirret fëmia. Ato i kanë dhënë se ishte babai i takonte. E dashur Trëndafile, gjykata ka vendosur që kujdestarinë e fëmijëve ta kesh ti, ndërsa Marceli ka të drejtat e takimit. Po i ka takuar, ai në gjykatë nuk ka dashur kujdestarinë e fëmijëve. E ka teksuar mbrapa kur unë kam fituar me psikologët, ato kanë bërë pa mundur për të më hequr mua fëmijët dhe për aty njerëz që janë ata. Që ata nuk i kanë problem fëmijët. Ata e kanë edhe vetëm nga inati. Si është gjendja e fëmijëve sot? Si hiqet fëmia një nënë 1 vjeç? Si hiqet fëmia mua më shëqur djali 5 muajsh dhe babai e takonte. Kur ka fituar urdhët e mbrojtjes, si cilësoi zotëria që tha ajo blej gjykata, unë nuk e dija që ai pas ta paguar lek të madh në prokurori. Ku u bë ky njeri të paguaj lek të madh? Ky tha unë nuk kam. Dhe ai pas të gjetur këto 10 lekë shpylloi njeriu. E dashur Trëndafile, dua të pyes për fëmijë, si është gjendja e fëmijëve sot? E takojnë babain? Babai nuk është prezident, jo se kam takuar babain. Babai nuk është, çfarë do ai kujton mos ja çoj un fëmijët në Itali? Po nuk kam unë atë gjendje të çoj fëmijët në Itali. Unë nuk jam ai. Fëmijët janë shumë mirë, jam me nenën e tij, por vajza ka treguar që gjatë periudhës së babai e ka dhunuar vajzën sepse i shajti partner dhe vajza mbuloi kokën me batani. Dhe tha mami më kish marr malli për ty, unë të kam kërkuar dhe babai i thot vajzës që thuaj nuk ja ka numrin e telefonit, mamaja juaj nuk ju don, prandaj nuk i bie telefoni që unë çdo ditë i bie telefonit se kur më thonte mua ai që fëmijët janë smur, dua lek për ilaçe, si një nën ta vendosni vetëm në pozitën e juaj që një nën ta di që ka fëmijën e saj të smur dhe nuk e shikon, nuk e takon, por kujdeset
babai, si mund ta them unë, ishte gjë që ai ja ka munguar dhe nenës. Ai nuk ka qëllimet fare tek fëmia. Një babai që do fëmijët e tij ka marrë rrugën e Italisë. Unë nuk e dija që ai ishte në Itali, unë e dija që ai ishte në Shqipëri. Se më ka thënë çoj fëmijët tek shtëpia. Kur ai nuk është prezent babai, ku ti e çoj fëmijët? Gjysha, kush është gjyshja para mama? Kush është gjyshja? Si mund jetojnë dy fëmijë vegjël në një ambient kur në atë ambient kallëzuar? Do dali ish kunati nga bugu, më vjen shumë keq për atë, sepse ishte një njeri i qetë. Ato e bën atë që agravoi dhe në atë mënyrë. Në urdhën e mbrojtjes time të dytë, siç e theksoi ai që tha gjykatja bëri një veshur, një shtyqor, unë tregova provat, jo ai s'ka treguar asnjë provë, se unë i thash gjyqtarës që provë më të saktë dua sekuestrimin e kamerave që i menaxhon vet Marseli, dy motrat e tij dhe partneri i tij, e kanë lidhur në të katër anët e globit, si mund të cilësoj unë atyre. Në seancën e parë, zotria tha kanë fatkeqësi familjare, i kishte vdekur gjyshja. Gjyshja nuk i kishte vdekur dhe mamaja e tij nuk ka marrë pjesë në varrimin e gjyshës, se nuk është pranuar nga familjarët e saj, nuk ja kanë pranuar nusën e re. Aq më tepër historitë e saj punë për atë. Ka treguar gjyqtarja që dua provën e saktë në të orar të kamrës, dhe ai ka theksuar me avokatën e atij, ka theksuar që kamrat nuk kanë memorie dhe çmontimi i kamerave u bënte jashtë vendit. U bë ky zotria me kamera. Ky është dhe i habitshëm, sepse ky thante gruaja donte luks. Me kaq lekë që ky paste mund t'ia plotësh edhe grus luksin, po ky nuk ka pasur dhe as luks nuk kam kërkuar, por ti i uroj shoqë që pa dhe ky trit me sy. Dua të them vetëm këtë mesazh se për një sekundë, fëmijët e mi janë shumë mirë, kanë ardhur me shumë dashuri ke mamaja e tyre, janë në kujdesin e mamas e tyre, janë kujdesin tim, janë kujdesin e gjithë njerëzve, falenderoj Zotit që jemi të rrethuar me plot njerëz, kam respektin e gjithë njerëzve të atij, e gjithë njerëzve të nenës e atij, njerëzit e nenës e atij nuk flasin me nenën e tij, po flasin me mua, njerëzit e babait e tij nuk flasin me ato, po flasin me mua, sepse i din kush ishin ata dhe ku kanë arritur sot. Ta dy njerëz që dikur kërkonin, këta nuk kanë shantazhuar vetëm mua dhe këtë tonin e zërit, këtë nimet shajet, nuk i ka bërë vetëm me mua apo unë kundrejt. Unë jam cilësuar për fjalor banal dhe nuk jam penduar fare që e kam ofenduar këtë lloj njeriu. E kam ofenduar ku unë e kam mbyllur çdo gjë me këtë. E dashur të Nafile, realisht unë ditën e sotme jam prekur shumë nga ajo video. Më ka ngelur në mendje video që unë pash sot, kur Marseli përdorte një gjuhë banale, duke të ofenduar ty, duke të lënduar ty dhe mbi të gjitha ndihet zhurma se si ai gjuan mbi trupin tënd. Unë uroj dhe shpresoj që babai i dy fëmijëve të tu të ndërgjegjësohet. Padyshim ka jetën e vet, të martohet, qoftë i lumtur, ty të them forca për t'ia dalë, por vetëm një gjë ta jap si këshill dhe mos e haro. Çfarë do që ka ndodhur mes teje dhe Marselit, Marseli është babai dy fëmijëve të tu dhe nëse e do lumturinë e fëmijëve të tu, mos e ndaj kurrë nga babai. Nuk i kam ndarur fëmijët. E qartë. Lutem, nuk i kam ndarur, nuk e lejnë ata të bashkëpunojnë me mua. Ai vetëm këtë koncepti nuk e ka, që kjo është nëna e fëmijëve të mi dhe duhet kem respekt për nënën e fëmijëve të mi. Ky nuk e ka treguar këtë, më motër. Ky cilëson, çaj mëson motrat e bën ky. Çaj thon nëna e bën ky. Unë nuk kam bëj fare me ato dhe njerëzish. Fare. Ai shkon cilëson me hap nëpër media, përmend sikur unë kam fituar urdhën e mbrojtjes se s'kisha lekë. Jo më zotri. Lekët sot nuk më mban mua 100.000 lekë që jep ai zotri për fëmijë. Se ai ka shumë mirë, ka buxhet shumë të mirë, siç e thon ai, që ka bërë jetë luksi, ka çuar gruan me pushime luksoze, ka bërë investime pa para dhe të çuditshme në atë shtëpi dhe për fëmijët e tij u hodh në gjykat, tha unë nuk jap më shumë se 200.000 lekë, nga 100.000 lekë për secilin fëmijë, sepse unë kam maman për të kujdesur, kam vëllai, është fëmia përpara. Është fëmia përpara. Se jesh ti prit, duhet kujdesesh për fëmijën. Çfarë lodrësh i blen ai? Ai sot po e manipulon vajzën me gjëra dyqani, me gjëra marketi. Nuk don lodra fëmia, don ushqim. Ushqim, jo lodra. Kështu që nuk kam nevojë shumë se si kam mbajtur 100.000 lekë, po fëmijët e mia të lumtur.
Ke një mesazh të fundit? Kam gjithçka për fëmijët. Asnjë fare, po pak më mos braktis fëmijët e tjerë që mund bësh, as nuk e njoh fare, as nuk duhet e di fare për atë lloj njeriu. Kam shpëtuar thjesht nga ai. Kam shpëtuar dhe thua te mesazhin i fundit e kam përshtirë që e kam babain e fëmijëve. E lumtur që nuk jam me atë lloj njerëzish, e lumtur që ka falur Zoti një vajzë dhe një djalë. I kam si yje, si drita, por një baba të cilësosh që fëmijën e donte ajo, fëmijën e bëre ajo, jam shumë e dyshim që më ka falur Zoti 2 yje, pa çka se ata po mundon më shkatrojnë, po dua t'i them që trëndafilja jam më e fortë se kur, bashkë me fëmijët e mi, bashkë me njerëzit që më duan nga familja ime, plus edhe nga njerëzit të ish bashkëshorti që më respektojnë dhe i respektojnë. Për sa i përket parës ti që sot më ka dhunuar nënën, më ka bërë, i them publikisht asaj nënës e atit, ajo duhet të ketë turp në radhë të parë që më ka hedhur këtë baltë mbi mua, sa sot e kësaj dite jo nuk e marr vetën se më shbën një padrejti e madhe, që më shbën një njohë se kur unë jam nëndhunuse, se kur unë jam një nuse që kam vënë dorë tek ish vjerë, çfarë pune kam unë me ish vjerën, ku nuk kam më punë me bashkëshortin. Ata bën plan së bashku me djalin ajo. Djali ishte në Vlorë në pushimet verore, ata më ka sjellë te Fordin e policisë. Kur zonja të ketë dhunë, i drejtohet komisariati me sheja, me shenjë, me dhunë, ka një provë, ka një fakt, ka një ku i e dhunuar, e ke një provë, ashtu siç patëm në videon, që e bëra e përdora me telefon. E mira ime është që unë tregova e zgjuar që ja bëra videon atit me telefon. Dua ta them, ja ku e kam faktuar, e kam të gjitha me dokumente, si zonja mashtroi gjykatën, shkoshin në gjykatë me avokat për t'i mbrojtur, ndërsa unë isha u përballja e vetme. Çfarë është ai dokumenti që po më tregon? Po, është gjyqi që unë jam përballur me maman e ish vjerën në datën 9 shkurt. Dhe Obeta, kur e kam fituar këtë seancë, e kam thënë që kam fituar seancën e jetës. Sepse ajo do të cilësonte se kur unë e kisha dhunuar nëse ajo do të njihte urdhën mbrojtjes e saj, kërkonte urdhën mbrojtje nga unë. Gjë që unë nuk e kam prekur me dorë dhe as. Por këtë jam shumë e qetë në shpirt dhe më njohin shumë mirë. E dashur Trëndafile, më lejo të bëj një pyetje. Ti po më tregon që ish bashkëshorti juaj, babai i 2 fëmijëve, ka qenë dhunues dhe me partneren e parë edhe me ju. Ti më tregove që unë s'doja ta prishe familjen, por pse duhet të rrihe me një burr të tillë? S'të donte, të dhunonte, për çfarë duhet të rrihe me një person të tillë? Mua më vjen keq vetëm për fëmijët. Fëmijët e mi patën historinë e 2 hallëve dhe një xhaxhai të më që kanë fëmijët. Por për veten time jo. Gjithçka e bëra për fëmijët, por për veten time jam liruar dhe jam shumë e lumtur që nuk jam me ata lloj njerëz. Se ata lloj njerëz janë drejtuar shumë herë komisariateve që mua më çonin. Janë drejtuar shumë herë komisariate, shkonte ish mamaja e ish vjera, shkonte si nuk ishte turp që u drejtonte komisariatin një grua, kur kam pasur përballje me atë, ajo i cilësoi dhe një dhe gjyqtaren se kur ishte edhe mbi 17 vjeçe. Unë ja di dhe deklimin e saj. Dhe ajo nuk është aq. Ajo që cilësoi që ka të smundjen e keqe, siç e ka cilësuar veti djalit që tha unë kam mamanta me kancer. Unë nuk e di, as nuk më intereson. Por pas divorcit ti jetove me vjerën. Marceli doli nga shtëpia, i koni shtyr me qëra, ti jetove me vjerën dhe sot aktualisht aty jeton atë shtëpia apo je larguar? Atë Marcelin e ka larguar gjykata, nuk e kam larguar unë. Fundja ai është larguar se jeton me partneren e tij të re, nuk është larguar se soi trëndafilja. Nuk ka lidhje fare ajo në bazën e ligjeve. Në bazën e gjithë, ai zotëria është drejtuar, ka jetuar edhe në Itali. Se ka partner në Angli që bon lëvizje Itali, Angli, Shqipëri, mua nuk më intereson jeta ati. Asa i vetë. Po të më tregoj mua ai që të më thoj për fëmijët, vendosi kamera në ambientet e shtëpive dhe gjitha trillimet atit ja bën nëna atit. Që akuzon dhe e shtin atë, ajo unë
jam sot dhe kësaj dite e ndarë me djalin e asaj, dhe çdo lëvizje që unë bëj, ajo e merr birin telefon. Ku shkoj, ç'a bëri, kur isha? Ti e larguar tani, nuk je më të shtëpia e Marselit. Jo, mora fëmijët e mi dhe jetoj tek prindërit. E qartë, ti e larguar jetë e prindit. Sa kohë qëndrove? Prindit dhe ka marrë dhe banesë vetë. Unë jam me zonja vetës për fëmijët e mi, do ja dalë në banë vetë, unë nuk kam nevojë për një njëri si puna atit. Unë nga ai njëri jam çliruar vetëm që a di që tani jam me punoj dhe ja jap lekun fëmijëve të mi. E jo më përpara që ja kam dhënë atij lloj njeriu që sot e kësaj dite mua më vjen dhe po qeshëm atë lloj njeriu që i bën ato lëvizjet kur flet, dhe kur e kam parë videon atit ku i bën ato gjestet dhe ato mimikat e fytyrës dhe ato lëvizjet e trupit sikur është i komunitetit LGBT. Aq më tepër mamaja e atit dhe ata nuk kanë të ndalura nga ato gjëra, mamaja e atit ka paditur babain tim për dhunë, për fyrje, e ka paditur babain tim dhe me babain tim ajo ka humbur prapë se zonja donte urdhën mbrojtje. Këtë e bën ajo se kërkon 100.000 lekë për pensiona, qa jipet me këtë urdhën e mbrojtjes. Ajo nuk ka cip që ky i të denoncosh ish krushku për urdhën mbrojtje, si për të vënë ndjenjë gjatë, shikoni ju çfarë familje, po ne nuk kemi familje që kemi Trëndafile, të lutem, sepse the një fjalë që ndoshta gjitha faktura, Trëndafilja duhet ma vendosë të Trëndafilja atë lloj njeriu, atë lloj familje dhe atë lloj i kanë fituar me drejtësi, me ligje. Unë nuk e dija që unë pas dosja ime dhe emri im ka shkuar në prokurori. Unë nuk e di, këto gjëra i bën avokati ati. Ajo ja ka bërë. Ai ka ndruar 3 avokat, Odeta. Ai do njeriu ka ndruar 3 avokat. Dhe dëgjova pak saj që u kap dhe me gjyqtaren, kur ai gjyqtare si u drejtonte dhe me emër, se ky u hodh si gangsteri i madh në mes gjykatës dhe u drejtonte gjykatës me iPhone-in 15 Pro Max që ka ky. Fal, po unë nuk marr vesh tek iPhone-a, se një telefon thjesht ato më thjeshtit kam që përdor. I drejtohet gjyqtarës në mënyrë kush ishte ky lloj njeriu. Ta thash, unë e kam të shtirë atë që e kam babain e fëmijëve të mi dhe mirë fëmijët e mi çfarë kam për baba. Dhe mirë fëmijët ku të rritën dhe do ngjojnë dhe do shikojnë çfarë bën babai e tyre për të ulur nënën kur ai ka mbyllur çdo gjë me mua. Çfarë kërkon? Dhe këtë gjë Odeta jam e sigurt që i bën mamaja e atij, se duke folur i kam informacione shumë të sakta nga njerëzit e asaj, që asaj t'i folën kur filloi me më ulu dhe me nxjerr mua, i thot motrës së saj, që unë asaj do jam zi jetën. Po kjo është e rëndë tani se do t'i nxjerr jetën nëse një për vetë saj. E kam në video dhe nuk më intereson se unë atë zonjë e kam bërë video, e kam në Trëndafile. Gjithë ato provat e kam rujtur fëmijëve të mi kur të rriten dhe i thot që do shkatroj jetën. Kur kam qenë Albanes, dhe Albanes është ndruar emri, në gusht të 2023-in, zonja e shpronën vetëm në emrin të saj dhe të shikosh sot në certifikatën tonë familjare, ajo zonja nuk del, po del kunati që kam në burg, del babai i fëmijëve, dalun dhe 2 fëmijët e mi. Më kupton? E kuptoj qartë veprimin që ka bërë. E dashur Trëndafile, ju më thatë që të lutem, edhe më dëgjoj. Fëmijët e mi, Odeta, ajo lloj gjyshje që hiqet se kur i don fëmijët, apo se kur i don që e vjen lëvizje djalit vetëm kundrejt meje, kundrejt ato mos e kuptoj pse e vjen akoma kundrejt meje, mos kam bëj lidhje me atë djalë, përpos fëmijëve. Ai do të kërkon të komunikim shumë mirë për fëmijët, se jam unë nëna e fëmijëve të mi. Sot e kësaj dite fëmijët e mi, vajza ime, cilëson që mami më ka thënë babi dhe gjyshja që teta është e mirë se cilë gjëra nga Anglia dhe mami është e keqe. Mami, unë, të lutem, unë fëmis nuk ka mundësi t'ja plotësoj të gjitha tekat, dua të cilësoj që ajo gjyshe nuk i linte të gatunte apo t'i laja enët e ku i gatuja fëmijëve, i laja enët e fëmijëve të mi në banjo.
gjyshja nuk e lindet i laje në kuzhinë, është pronë e imja, e kam bërë vetë, atë e kam bërë unë, Odeta, e kam bërë Mua më unë. vjen Se keq. ajo, Për gjithë ato ajo situata që kishte po tregon. kur e kam ardhur nuse, e di shumë mirë njerëzit tanë ku kam ardhur nuse, e kam gjetur një bufe, jo bufe, si ishte bufe ajo, kishte buburreta, nuk di si ta cilësoj. Kishte një figrofer që e kishte sjell një çuni xhaxhai të tyre që e kishte ndihmuar, por dua të them kur u bë me kushte kjo zonjë, i ka thënë motrës së saj, motra tezi e atit, i vjen keq për fëmijët, dhe i ka thënë se kur u bë kjo kur u bë operacion, kjo fizja, i ka thënë, po si len, nuk të dhimbsen ai nipi dhe mbesa jote që janë atë tek dhoma matan. Si ti rri në ngrohtësi me sop druri, që ajo nuk ka pas një sop druri, thjesht ka pasur një vatër korrendi, dhe i ka thënë vetëm kaq ja ka pohuar motrës së saj, i kam prova shumë të sakta, i ka pohuar motrës që unë ato fëmijë unë i dua jashtë. Ajo nuk i don fëmijët e mi pavarësisht i hiqen. I kërcej Dajaku. Kujt i kërcej Dajaku që thot ajo po t'i flasi gjyshe? Çfarë gjyshje është ajo që ja ka mbyll derën fëmijëve të mi? Çfarë gjyshje është ajo që ka thikur stahati fëmijëve të mi? I kanë të gjitha faktuara me video. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë video. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Uroj dhe shpresoj që të bëhet më e mira. Kështu e them gjithmonë për çdo personazh, të bëhet më e mira për Trëndafilen, për dy fëmijët, por dhe Marseli të uli ato tonërat dhe të bëhet i ndërgjegjshëm dhe të ketë një komunikim paqësor me ishnën e fëmijëve të tij. Nëse dhe ju keni një rast për të denoncuar dashur miq dhe kërkoni të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më shkruani dhe në rrjetet sociale, më gjeni në Instagram, në TikTok dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim ku çdo paradite jam me ju live me këto histori njerëzore. Faleminderit dhe takohemi sërish nesër.